Javën e kaluar ishte Mimoza Kusari Lila në qëtë studio, edhe dha një shpjegim këgja interesant, një verzion të saj, pse ju nuk jeni përfshi në akt akuzën e madhe të privatizimit të hidrocentraleve, me mirë kuptimin tu e kisha lëshu, e kisha marrë një koment... Me lëshu e të shanë, po asë që ljohë në matë punë. Jo, nëse së me komentu... Jo, asë që ljohë se nuk është ajo që unë binë ato ndikime për shkak sa e kom procesi drejtësis edhe kur ka ndodhë, do në thonë rasti për mbledhin cilës i referuan fjallë, unë kom qenë guvernatori Bankës Qendrore. Pra po edheni për shka jam ka flasë. Po, pedi fort mirë. Për shkak se mbledhja ka ndodhë maj, honën mars kom qenë guvernator. Shkurt jumë votun kuvend. Në janar kom dho dërheqje. Në më thonë prej datës, dikun 13-14 janar të vitit 2013, unë s'kom qenë më Minister Financa. Mora përgjigjen, mirë po, arsyeja pse doja me insistun që temë është energjia elektrike. është një prej problemeve të mdhaja, do duhet ishte një prej temave të mdhaja në fushat, nuk e di a ka me qenë, nuk e di a keni me tentu me fut në agjend, apo kemi me bo prapë fushat me folklor, Amerika, Kina, Rusia, për ato i qiqi, vuqiqi, shajkoqat, plisat, edhe nëse po, qysh është, a duhet mu trajtu si diçka urgjente, a si diçka që pret? Une nuk jam profili aty në politikanve që merrem shumë me folklorizëm politik. E di, po fushatat shtetë. Jam konkret, në tema konkrete, edhe jam i fokusum qysh me bo veprime konkrete për me përmisu standardin e jetesës qytetarëve, për me përmisu klimin e të bërit biznes, për me përmisu ekonomin, për me rrit pagat, për me rrit pensionet, për me rrit investimet kapitale në infrastruktur dhe për me bo Kosovën edhe me vendos Kosovën në nivel tjetër të zhvillimit ekonomik. Mungesa stabilitetit politik është të pengu zhvillimin ekonomik. Mungesa institucioneve, vakum institucional, është të pengu zhvillimin ekonomik. Njerëz nuk janë të jetu mirë. Çmimet janë të shku lartë. Pagat nuk janë të përcjell nivelin e çmimeve. Dhe se rezultat i ngritjes çmimeve dhe stagnimit pagave, apo rritjes pagave jonë përputhje me rritjen e çmimeve, standardi jetesës qytetarëve po përkeqësohet. Tash na mundemi marrë çfarë dush artikuj, ndash shportës bazë, ndash artikuj tjerë, cilët janë rrit prej 40 deri në 50%, e çmimi i energjisë elektrike e te kalon 100%, rritja e çmimit të energjisë elektrike e ndikon standardin e jetesës edhe te ekonomive familjare, po e rrit edhe koston e produkteve të prodhuara në Kosovë, dhe i ban edhe jo konkurente në treg, pastaj ata kanë vështërsi, dhe normalisht ne do të kujdesemi që këto të adresohen. Qytetarët tonë të jetojnë ma mirë, jo të shojnë vetëm shpresë emigrimin. Sot, fatkeqësisht, Kosova është mesin e vendeve me emigracionin më të madh, me zbrazjen më të madhe. Dhe kjo, nëse ne humbum atë resursin kryesor, që janë resurset humane, i hupum njerëz, i hupum trit, atëherë perspektiva e zhvillimit të ekonomik Kosovës do t'jetë